Dhe profesor Berti, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Çfarë mund të thoni diçka për fillimet e karrierës tuaj në klarinet, që kur ishit i vogël e deri sot që keni dalë pension, por në fakt jeni akoma pranë nxënësve? Faleminderit, zoti Artur, për intervistën. Neve djem fëmijët e lagjes konferencë e pesa, kishim një fat të madh, sepse afër shtëpive tona ishte edhe shkolla e muzikës Anton Zoza. Vaska, Kristaki, unë, Keti Pollo, Aglinda Kumbaro, ishim rreth kësaj shkolle dhe dikush ri për piano, dikush për filharmoni, mua më tërhoqi shoqëria dhe konkurroj të shkollës e muzikës dhe më thonë që do të hysh në degën e klarinetës me profesorin Arkilet Toma. Edhe kështu e prova. Hyra në konkurs për filharmonik doja unë faktikisht, por më thanë që do vish në shkollë për klarinet. Dhe ashtu bëra. Kthehem nga shkolla, vete në shtëpi dhe i them mamas që kam hyrë në shkollën e muzikës dhe do hy për klarinet. E ja tha mamaja, se ishim si që marro për neve. Kur pas ja 2 javësh, 2 javësh, me klarinet në dorë, vete në shtëpi dhe atëherë filloi interesimi dhe i familjes që po diçka po lëviz këtu. Fillova studimin me profesor Arkilet Tokon, erdhën dhe shokët e tjerë, Roland Gjini, Dimitër Rista, më vonë edhe Arben Margila që ishte edhe për violin. Filloi studimi dhe fundi klasës 7, diçka mësuam, na marrin dhe na fusin në bandën e qytetit. Unë, Roland Gjini dhe Arben Margila. Ishim pionerët e asaj bande. Mbaroi shkolla 8 vjeçare dhe mi konkurrojmë në Tiranë në liceun artistik. S'kishe shkollë të mesme? Në Fije, në atë kohë nuk kishte shkollë të mesme, kishte vetëm shkollën 8 vjeçare. Në vonë pastaj në vitet 79 u hap shkolla e mesme në Fier, që unë e gjeta të hapur kur mbarova studimet e larta në vitin 82. Konkurrojmë në lice, unë, Vaska, Kristaki, vajzat Aglinda, Kumbaro, Keti Pollo, Moza Meço, ishim një dorë e mirë fjerakësh, bile në dhomën tonë, se ishim 5 fjerakë. Fatos Shahini, Petet Gani nga Fatosi, Vaska, Kristaki dhe unë. Kemi studiuar shumë, kemi përkrahur njëri tjetrin, edhe ne çunat, edhe vajzat ishin si motrat tona, kemi kaluar shumë mirë, kemi studiuar shumë. Mbarova liceun artistik në vitin 78, u bëhesh një vit stazh, punova 6 muaj në përpunim druri, 6 muaj si mësues në Ferras. Gjatë kësaj kohe u përgatitëm fort, dhe vemi konkurrojmë në 79, konkurrojmë për në Akademinë e Arteve, që quhet sot, atëherë ishte Instituti i Lartë i Arteve. Fituam shkollën e lartë, me shumë punë, mbaruam, dhe më hedhin në Berat në vitin e stazhit. Mbarova vitin e stazhit në Berat dhe në vitin 1983 fillova si mësues i klarinetës në shkollën Jakov Zosa. Si atëherë deri më sot, unë kam qenë mësues i kësaj shkolle, i pandërprerë. Kemi nxjerrë shumë nxënës të mirë, jo për mburje, por jam një nga mësuesët që kam qenë më shumë nxënës në shkollën e lartë. Do kemi filluar që nga Renata Danjaku me Artin Sopiqotin, e deri te i fundit Tahir Boshka, që kam marrë për klarinet. Jam mbi 20 djem nxënës që kanë studiuar në shkollën e lartë për klarinet. Edhe sot, jap kontributin tim po këtu në këtë shkollë,
si specialist edhe i klarinetës, edhe i saksit, edhe i pianos shërkandare, për të plotësuar nevojat e shkollës, sepse shkolla e muzikës ka shumë orë dhe për momentin për neve ka vend. Nesër, ku mos ketë mend nevojë, edhe neve do vazhdojmë me pasion. Se kemi bërë detyrat e shtëpisë. Po me pasion, do ndjeki pasionin. Që keni një pasion, profesor, është peshkimi? Tash i korvjen masha që i ke realizuar detyrat edhe peshkimi është pasion. Dikush ka peshkimin, dikush ka çiften, po unë vetë, po jo i dhem shumë, po vetëm, në tepër më pëlqen të dalë se peshkën e blej pazar, po jo se zabo, për natyrën, për qetësim, për ajrin e pasur të detit. Kjo është ajo që më bën që unë të vete të gjuaj, veç po gjuaj peshkën, e sa të tjerë me rrida dhe ka vëtë për neve. Atëre, profesor, ju jeni midis muzikës klasike dhe muzikës popullore. Çfarë mendimi keni? Çfarë i ndan këto të dyja apo i bashkon? Shiko, muzikën popullore e bën kushdo. Kurse muzikën klasike është që e vështirë. Do shumë punë dhe do shumë vëmendje dhe këmbgulje. Unë krahas bandës që marr pjesë edhe në ansamblin e qytetit, gjithmonë me nota dhe me partitura, sepse atë muzikën tamam popullore të tabanit, është dikush tjetër që e bën. Jemi dy tre klarinetistë atje, unë me Liedon i bie me parte, kurse Bariam Sashme i bie me vesh dhe është mishteri dhe rënja me vesh dhe popullore është mishteri më vete. Kështu që aktivizohemi. Dhe kemi arritur dhe rezultate, kemi shkuar dhe në për koncerte të ndryshme dhe ashtërit në France, në Greqi, në Turqi, kemi bërë shumë aktivitete me ansamblin. Pana pasaj është diçka tjetër që është brenda kodit të rrethit dhe aty jemi një brez i mirë instrumentistësh të shkollës tonë që kontribuojnë të ky formacion. Profesor, juve thatë që studioj shumë. Sa ishte mesatarja studimit para viteve 90? Po, do të thuash që duke qenë në qik i dobët si instrumentist, po neve pa 5-6 orë në ditë nuk rrinim pa studiuar. Studionim, dinim, vinim të kinkaleria, të pasicqeria, merrim në byrek, merrim në një kurabi në një, ushqeshin pak se ishim edhe, ashtu ishte atëre modeli që ishte qik të varfur, dhe prapë studionim. Hamë edhe bume qaj ndake. Por, studimi nuk e linë. Kemi punuar dhe kemi arritur qëllimi që kemi dashur vetë. Kemi bërë një sforcim për në të kaluarën, po pastaj ajo dha rezultate e saj dhe sot jemi goxha mirë. Profesor, jemi në fund bisedës. Çfarë mesazhi keni për të rinjt që duan të merren me muzikë? Të rinjve i them vetëm që të vinë te shkolla e Argotosat, të bëhen muzikant, por ai që nuk ka pasion dhe nuk ka vullnet mos të vi. Të bëhet diçka tjetër, se ky zanat do shumë vëmendje dhe shumë përkushtim. Nuk bëhet kushdo instrumentist. Puna dhe këmbgulja të bën që ti të bësh diçka. Ju falenderoj profesor dhe ju uroj suksese. Faleminderit. Faleminderit.